përveç që e përmende vitaminën D, sepse mund ta marrin si një prej edhe që mos shqetësohen. Unë thash edhe para se të vinit në studio që është një prej atyre smundjeve që i ka dhe simptomat e heshtu në her pasire, deri kur bëhet mjaftueshëm simptoma e rritnë, mund t'jemi edhe pak vonë. A ka ndonjë shenjë që na si persona, përveç kontrollave, check-upeve që rekomandohen çdo herë, që mund ta dallojmë një ndryshim në organizmin tonë, në rutinën tonë, që na çon drejt asaj që kemi nevojë për një neurolog, mos rastisht kemi diçka të bëjmë? Unë në fillim i përmendëm se çfarë smundje mund t'i ketë sistemi nervor qendror, nëse fillojmë të bëjmë një hyrje. Dhe nëse një person i cili ka një pirje të krahut të djathtë, që mund të jetë 25 vjeçar, dhe ka një pimje të krahut djathtë, ndoshta edhe një dobësim shuplakës djathtë. Dhe nëse një ditë vendos paraqitet te neurologu, dhe vetëm në bazë të ekzaminimit të pacientit, ju nuk mund të konstatoni se kjo është simptoma e sklerozës multiple. Ky person mund të psojë një infarkt në tru, mund të psojë një gjakderdhje në tru, mund të ketë një tumor në tru, mund të ketë një absces, një qelbë në tru, mund të ketë sklerozë multiple, mund të ketë ndonjë smundje ALS, për shembull. Pra unë i numrova 6 diagnoza të cilat mund t'i ketë një person vetëm me një dobësim të krahut të djathtë ose një pimje të krahut të djathtë. Ose mund të ketë edhe ndonjë diskopati cervikale, arrum më të shpeshtër. Mund të ketë edhe sindrom tunelit karpal, ndoshta, edhe më e shpeshtë. Edhe kjo është e shpeshtë. Pra, vetëm me një simptom mund të jenë 8 diagnoza prapa. Kështu që, ajo që dëshiroj të them është që skleroza multiple nuk e ka një simptom ose një shenjë neurologjike, identifikus, trademark, patentuar, mas të cilës ju mund të thoni që unë e kapa një sklerozë multiple. Kështu që për këtë arsye nuk duhet të jetë edhe alarm çdo pirje e krahut që patjetër mund të kem sklerozë multiple, qoftë edhe të jem 25 vjeçar. Kështu që mirë, po me ligjin e eliminimit duhet shkojmë. Duhet shkojmë patjetër me ligjin e eliminimit. Prandaj këtu fillon tash hulumtimi i matutjeshëm. Do thotë jo çdo simptom patjetër mbrapa do ta fsheh sklerozën multiple, mirë po me do e mos, në qoftë se një person manifeston një simptom neurologjike e cila lokalizohet në një pjesë të caktuar të trupit dhe është i moshës së re, dhe ndoshta të jep ndonjë informacion që edhe para 2 vitesh unë kam pas diçka të ngjashme e cila më ka zgjat një 10 ditë edhe 2 javë, kam menduar që jam ul keq në karik edhe kam menduar që kam vesh kpuca jo të mira, ose ku e di se çfarë arsye tjetër është imagjinuar në mendje. Atëherë ne na lind dyshimi që mund të jetë diçka e tillë dhe kalojmë në hapin e hulumtimit.